heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, ju e pat reagimin e menjëhershëm të Edi Ramës si udhëheqësi i reformës drejtësi, udhëheqësi i vjedhjeve më të mëdha në historinë e Shqipërisë, latë kuptoj se ai nuk do t'i heq imunitetin, se nuk do veprohet si në rastet tjera, po tani do bëjmë një analizë të thellur për të shpëtuar menderën e tij. Tani, çfarë ka ndodhur tjetër? Gjëra që s'ka ndodhur kurrë. Prokuroria ka dorëzuar provat, kërkesën dhe provat. Pse ku e bazojnë kërkesën e tyre për arrestimin e Lubi Ballukut? Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antarë të komisionit të verifikimit mandateve. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ja u jep, sepse provat kanë gjëra të llahtarshme, të cilat e bën Lubin, e tregojnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Dhe ai nuk ja u jep dhe kërkon të mbledh komisionin, këshillin e mandateve, pa dorëzuar të plot dokumentat antarëve të këshillit të mandateve. Ky është një akt antikushtetues, antiligjor, një përpjekje verbër për të mbrojtur me çdo çmim dyshën Rama Balluku, dyshën më hajdute që ka patur Shqipëria në historinë e saj. Kërkojnë që ta çojnë pas vit të ri, ta spostojnë madje të mos mbledhin parlamentin gjersa të duan vetë. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me Kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit. Dhe kjo është taksative, ndaj i them Ramës mos u fshi pas fustanit të Lubi Ballukut, po dil hajdut si që je, turpi i Shqipërisë, turpi i njeriu dhe i njerëzimit. Çfarë manovrash bëhen kështu? Prisni, kapitulli tjetër është absolutisht po kaq, në mos më shumë. Tani ai është midis dy zgjedhjeve. Do të dorëzoj lindën, Belindën apo lindën. Lindën apo Belindën. E garantoj se drejtësisht nuk do i shpëtoj njëri. Por për ta mbyllur, disa pyetje. Vetëm disa pyetje. A ke djeniti? Dhe çfarë djenish ke? Çfarë qëndrimi ke majt ti ndaj dy pengmarrjeve? Nga bashkëpunëtori yt me ngushtë, Ergyll Sagasi, Geron Meçës dhe Daniel Shimes. A ke djeniti që bashkëshortja juaj, si pas regjistrimeve të depozituara në SPAK, ka bërë ndërhyrje direkte në përcaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë,
në kofshtin tënë privat për Armand Frangun. A ke djeni ti se nga një biznismen mediokër me angazhimin direkt të familjes tuaj, Frangu ushtruhe në fituesin kryesor të tendrave, ai me kompani, me prestonome dhe me ortak falso, thuhet se mund këtë rëmbyën 96% të gjitha tendrave. A ke djeni ti për grabitjen mes rrugës të Daniel Shims, a ke djeni ti për dhunën që ushtruan ai Geron Meçës për të tërheqë të gjithë kërkesat në mënyrë që Baxhanaku yt të fitonte tendrin? Pse të dy pengjet, Geron Meçë dhe Daniel Shima, u dërguan të krye kriminali i Elbasanit dhe kreu i kartelit të rrezikshëm të drogës Suel Çela? Cili është roli i prodës së bandave në këto grabitje? Ky është shteti i krimit. Do përballesh me të gjithë zemrimin e qytetarëve. Data 22 është fillimi i një betejës të cilën do ta fitojnë qytetarët. Kjo ngërhinë e kalbur e ngritur mbi vjedhën e shqiptarëve, mbi drogën, krimin, po shpërbëhet dhe ne do japim shtytin e fundit. Kjo ngërhinë e kalbur nuk ka më të ardhme. Pritet vetëm guximi ynë për të arkivuar në hornet e turpit të historisë. Kjo është e vërteta. Nuk ndodh. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Jo, ne kemi dhënë shembull kur ne nuk kemi bërë përpjekjen më të vogël. Kur ne ishim në pushtet, zëvendës kryeministri për këta çakej që dalin në studio dhe mohojnë çdo gjë dhe mbrojnë problemet e tyre me skapin. Zëvendës kryeministri dha dorëheqjen pa ardhur nga prokuroria kërkesa. Pa ardhur. E 14 janar Ilir Meta. Bazuar në një dokument të manipuluar dhe falsifikuar fundë kryer nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. Ministrat dorëzuan imunitetin, dhanë dorëheqje. Këto ishin standardet e një vendi demokratik. Kurse ky lën të kuptohet se nuk ka ndërmend, do bëjë një studim të thelluar tani. Si udhëheqësi i reformë drejtësisë. Edhe populli do bëjë një reagim të thelluar, i them unë. Ndaj dhe përballu me popullin. Faleminderit. Zoti Berisha, ju e përmendët pak a shumë tashmë në fund të fjalës tuaj, por nëse vërtet Partia Socialiste, majoranca nuk do të lejojë votimin në kuvend pro kërkesës së SPAK-ut, çfarë do të ndodhë? Çfarë precedenti krijohet dhe çfarë do të bëjë opozita përkundrejt kësaj situate? Faleminderit. E kam thënë dhe e them, gjykata kushtetuese me vendimin e vet famzi i dha ati licencën dhe imunitetin
që qeveria të vjedhë sa të mundet. Të njëjtën gjë do ta konfirmoj dhe parlamenti, opozita do bëj gjithë shka. Me të gjithë qytetarët që besojnë se Hajduti do të bëhet përgjegjës para ligjit, pavarësisht nga pozicionin që mban. Dhe ne zotojmë, i garantojmë qytetarë shqiptarë se kjo betejë nuk ndalet me kur gjerë në rivendosjen e votës së lirë, të drejtës tyre për të votuar të lirë, pra gjerë me largimin e këtij regjimi që de facto edhe mundësinë e fundit për të luftuar korrupsionin që është drejtësia, po e asgjëson. Zoti Berisha, një pyetje për Partinë Demokratike. Zoti Saliani organizoi një takim dje në Elbasan dhe sekretari i përgjithshëm Zoti Noka deklaroi që takimi u organizua nga Suel Çela dhe Erbil Saliani është i vetë përjashtuar nga Partia Demokratike. Është qëndrimi i Zotit Nokat personal apo është qëndrimi i Partisë Demokratike? Urdhë, edhe një herë. Zoti Noka deklaroi që Saliani është i vetë përjashtuar nga PD-ja. Tani do të them një gjë. Në gjithë karrierën time politike dhe në ditët më të vështira, kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Kur nuk kam bërë dhe nuk bëj kompromis me krimin. Dhe në qoftë se ndjek këtë betejë, pavarësisht nga çmimi që ka patur, kam bindjen më thellë se ka qenë dhe është veprimi më i drejtë. Vija e kuqe e Sali Berishës është ndarse bashkëpunimi me krimin. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizojë me Suel Çelën, kriminalin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë, takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë e kuqe dhe ai është përgjegjës për vetën e tij. Nuk mund të pranoj kur edhe një herë, asnjë formë bashkëpunimi me asnjë nga kartelët e drogës, as me organizatat kriminale. Për sa i përket takimit që thoni ju, kemi patur informacione, jo një, po disa, të cilat pohojnë që Suel Çela ka qenë organizator në hije kryesor i takimit. Përshëndes të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike të Elbasanit, strukturat e saj që e bojkotuan me neveri një takim të tillë. Pra, kjo parti ka linjë absolute të kuqe. Çdo formë bashkëpunimi me organizatat kriminale dhe kartelët e drogës. Kaq.